Kryeministri Rama thotë se revolucioni i flamingove është shembulli më i mirë se si armiqt përdoren hapësirat digjitale për të organizuar një operacion shumë të madh kundër Shqipërisë. Sipas tij tashmë nuk duhet më një ushtri për të destabilizuar një vend. Kuvendi pritet miratoj sot me votim të mbyllur marrëveshjen e UAS prej $302 milion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për financimet e jashtme të mbrojtjes. Socialistët e cilësuan atë historike, por demokratët e kundërshtuan si jo ligjore procedurën. Shefi i policisë së Roskovecit, Mariglen Korovesha, i rrëfen negociatat disaorëshe që zhvillojnë me Refit Buzin për të liruar ish të fejuarën që e mori peng pasi i vrau 2 prindrit. Sipas tij, autori i kërkoi të ishte i vetëm dhe i parmatosur. Mesatarisht 6 persona plagosen ose humbin jetën çdo ditë në rrugët e Shqipërisë, teksa numri i aksidenteve në 6 muajt e parë të vitit është rritur me afro 7%. Mjekët thonë se shkaqet kryesore lidhen me përdorimin e alkoolit dhe substancave narkotike. Një deputet e Kuvetit Kosovës ka paditur në prokurorinë speciale Lule Gjelin, një profil fals që sulmon politikan dhe gazetar që janë kritik me vetëvendosjen. Sipas padis, ky profil nxit gjuhën e urrëties dhe cënon sigurinë e qytetarëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po dialogojnë sërish pas ndalimit të sulmeve mes njëri tjetrit në fundjavë. Qetësimi i situatës u reflektua menjëherë tek çmimi i naftës së papërpunuar në bursat botërore, që ra me deri 6%. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 15:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Kryeministri Edi Rama thotë se revolucioni i flamingove është shembulli më i mirë se si armiqt përdoren hapësirat digjitale për të organizuar një operacion shumë të madh kundër Shqipërisë. Sipas tij tashmë nuk duhet më një ushtri për të destabilizuar një vend, ndaj ai theksoi se është thelbësore të forcohet mbrojtja kundër kërcënimeve hibride. Për kryeministrin Rama, manipulimi i informacionit nuk vesh më uniform, por vjen përmes videove të rreme dhe fushatave të koordinuara në rrjetet sociale. Një kërcënim që sipas tij përngjason me kalin e Trojës, i cili thotë se ashtu si në shekullin e 8 para erës son, ka të njëjtin qëllim, destabilizimin e një vendi pa pasur nevojën e një ushtrie. Troy did not fall. Troja nuk ra se nuk kishte siguri kufish, ra sepse kërcënimi hyri i maskuar si diçka e pafajshme e padëmshme. Manipulimi, ndërhyrja e jashtme a e huaj në informacion kur nuk mbërin nga një uniform e veshur. Mbërin si përmbajtje e përditshme, si indinjat, si një trend viral, si një video falsifikuar e deepfake e një të famshmi, një politikani, si një link që çohet në një grup WhatsApp-i nga një person i cili në fakt mirëfill mendon se po ndan një të vërtet. Sot manipulimi i një algoritmi nxitur e fuqizuar nga inteligjenca artificiale shpërndahet në një shkallë masive. Dhe si shembull të asaj që po përjeton Shqipëria në epokën digjitale, si edhe revolucionin e flamingove, duke e cilësuar si një rast tipik dezinformimi, që sipas tij u shfrytëzua nga aktorë armiqësor për të goditur vendin ton. Besoj jeni mjaft të informuar për të ashtuquaturin revolucion flamingove. Është në fakt një shembull i jashtëzakonshëm i një plasje, i një çarje që natyrisht është krijuar, që u bë në fakt një mënyrë për të hyrë për armiqt tan, për të organizuar një operacion shumë të madh trollesh dhe avatarësh. Forcimin e rezistencës ndaj dezinformimit dhe sulmeve kibernetike eshe si pjesë të domosdoshme në rrugtimin evropian të Shqipërisë. Por njërazi thotë se mbrojtja e infrastrukturës shtetërore është e pamjaftueshme në rast se qytetarët mbeten pa mbështetje ndaj manipulimit masiv të informacionit. Sa më afër shkon një vend drejt Bashkimit Evropian, aq më shumë rreken autorët e huaj të hyjnë tinëzisht brenda dhe të sulmojnë. Ne jemi pararoj, kemi përjetuar sulme hibride dhe fushata. Duhet të mësojmë shpejt dhe të përshtatemi shpejt, por mbrojtja kibernetike e vetme nuk është e mjaftueshme, sepse në qoftë se mbrojmë infrastrukturën e sistemit nervor digjital, pra sistemi i shtyllës digjitale të shtetit, mendjet e qytetarëve tanë mbeten të pambrojtura, të ekspozuara ndaj manipulimit sistematik. Deklaratat kryeministri i bëri gjatë konferencës përballja me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj, Shqipëria dhe konteksti i zgjerimit. Kuvendi është mbledhur sot për të miratuar marrëveshjen e UAS direkte me Shtetet e Bashkuara me vlerë $302 milion që do të përdoren për financimin e jashtëm ushtarak. Por procedura ndjekur për votimin e sotëm u bë shkak edhe për debate mes mazhorancës dhe opozitës.
Mbi zhvillimet në kuvend, na njeh tani në një komunikim të drejtë për drejtë gazetarja Greta Bullari. Greta, çfarë po ndodh aktualisht në kuvend dhe çfarë parashikohet në këtë marrëveshje? Ju përshëndes, aktualisht në kuvendin e Shqipërisë është duke u diskutuar marrëveshja e huasm e miratuar mes qeverisë shqiptare dhe Shteteve të Bashkuara për sa i përket një huaje në vlerën e 302 milion dollarëve e cila do të përdoret për modernizimin e forcave të armatosura dhe financimin e pajisjeve dhe sistemeve ushtarake, por aktualisht në kuvend është duke u diskutuar me dyer të mbyllura për shkak edhe të konfidencialitetit edhe si kërkesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në parlament të pranishëm janë vetëm deputetët e Partisë Socialiste dhe partive të vogla opozitare, pasi Partia Demokratike ka deklaruar publikisht se nuk do të marrë pjesë në mbledhjen e sotme të kuvendit, edhe pse ka deklaruar se mbështet dhe mirëpret një marrëveshje të tillë, por që sipas saj procedurat e kësaj marrëveshje nuk janë ndjekur në konform ligjit dhe kushtetutës. Nga mazhoranca në fakt në seancën plenare të paraditës theksoi se kjo marrëveshje është historike dhe është një moment i rëndësishëm që dëshmon rëndësinë apo dhe mirësinë mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe rolin dhe vlerësim për vendin ton edhe sa i përket si antare e NATO-s, duke marrë në konsiderate edhe faktin se Shqipëria do të mirëpres vitin e ardhshëm samitin e radhës së Aleancës. Ndërkaq që Greta, me çfarë argumente që kundërshtoi opozita këtë procedurë? Por edhe në fakt opozita theksoi disa herë që është pro kësaj marrëveshje të rëndësishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithatë janë disa argumenta që rëndit për mos pjesëmarrje në seancën e sotme parlamentare. Opozita kërkon që të njihet me tekstin e marrëveshjes, duke respektuar të drejtën kushtetuese të çdo deputeti për të qenë i informuar. Gjithashtu, opozita kërkon edhe respektimin e procedurës parlamentare të ratifikimit të marrëveshjes, pasi sipas tyre ratifikimi i kësaj marrëveshje duhet të bëhet në konform kushtetutës, por edhe rregullores së kuvendit, ndërkohë që Partia Demokratike ka propozuar që kjo marrëveshje të shtyhet dhe të miratohet në një seancë tjetër, pra të premten me 31 korrik, duke garantuar se në rast se do të shtyhet, Partia Demokratike jo vetëm që do të marrë pjesë në seancë, por do të votoj pro. Ndër të tjera, Partia Demokratike ka depozituar edhe një kërkesë për mbledhjen e Këshillit të Legjislacionit për të shqyrtuar procedurën parlamentare që është ndjekur në këtë drejtim. Mirë, atëherë, Greta, të falenderoj për gjitha këto informacione që na përcollet drejt për drejt. Pavarësisht se kryeparlamentari porositi deputetët se marrëveshja e huasme me Shtetet e Bashkuara është konfidenciale, kreu i Partisë Mundësia Gron Sheaj tentoi të marrë me forcë dhe të nxjerrë jashtë godinës së kuvendit një kopje të saj. Për socialistët, kjo është një shkelje e rëndë e ligjit që cënon sigurinë kombëtare, ndaj kërkuan nga SPAK nisjen e hetimeve dhe arrestimin e tij. Firmosi deklaratën e konfidencialitetit dhe shkoni lexoni marrëveshjen. Nisur pikërisht nga kjo thirrje e kryetarit të kuvendit, deputeti njëherë shkreu i Partisë Mundësia Gron Sheaj u paraqit në sallën Gerti Bogdani në kuvend për t'u njohur me detajet e marrëveshjes së UHA-s me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për financimin e mbrojtjes së jashtme që sipas kryeparlamentarit është konfidenciale. Asnjë kopje nuk është shpërndar, por çdo deputet ka drejt shkojë ta lexojë. Por ai nuk qëndroi gjatë në sallë dhe pasi siguroi një kopje të marrëveshjes në fjalë, tentoi të largohej me vrap, ndërsa punonjësia e kuvendit tentoi më kot ta ndalojë. Ky akt është dënuar si i palishëm nga kryetari i grupit parlamentar socialist Aulan Balla, i cili në një reagim në rrjetet sociale tha se Sheaj duhej arrestuar në kushtet e flagrancës pasi ka vjedhur një dokument të klasifikuar. Por ai nuk mjaftoi me kaq dhe në mënyrë zyrtare i kërkoi kuvendit të marrë mas për përjashtimin e Sheajt me 60 ditë nga punimet e kuvendit, si në komisione dhe në seancë. Madje i bindur se akti i Shehajt përbën shkelje penale, i kërkoi kuvendit ta referoj rastin edhe në SPAK me dyshimin se ai ka kryer 5 vepra penale që cënojnë sigurinë kombëtare, pasi dokumentin e marr mund ta dorëzonte te aktorët e tjerë.
Dhjetëra qytetarë dolën sërish për të protestuar sot përpara kuvendit gjatë kohës që aty mbahej pikërisht seanca plenare, por ndryshe nga herët e tjera policia kishte marrë masa më të forta duke mos i lejuar që të afroheshin në hyrjet e kuvendit. Protestuesit u grumbulluan pranë kuvendit këtë të hënë prej orës 9 të mëngjesit para nisjes së seancës plenare. Por aty u përballën me kordone sigurie më të gjerë se në protestat e tjera të mbajtura përballë kuvendit. Policia bllokoi segmentet që të afronin pranë godinës disa metra larg nga hyrjet për të evituar goditjet me vezë apo odomate ndaj deputetëve. Në kryqëzimin e rrugës së Elbasanit, protestuesit tentuan të çanin kordonin për të kaluar, por pati përplasje me efektiv të policisë. Pas përplasjes dhe përdorimit të sprajit u bën edhe disa shoqërime për në komisariat, teksa nuk mungoi as ambulanca, e cila i ofroi ndihmë një qytetari. Protestuesit u shpërndanë në 2 grupe dhe u vendosën në 2 segmentet që të çojnë të kuvendi, duke qëndruar përballë policisë me thirrje deri në orën 11:30. Më pas ata u zhvendosën drejt komisariatit numër 1 për të kërkuar lirimin e të shoqëruarve. Ndërkaq që dhjetëra policë vijojnë të jenë të angazhuar në zonën përreth kuvendit për të garantuar pra sigurinë përballë protestuesve, ndërkaq do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Bleona Metushi, e cila po ndjek nga afër situatën. Bleona, a ka patur sërish grumbullimet protestuesve si paradite? Redi, të gjitha hyrjedaljet te kuvendi janë të bllokuara dhe me prezencë të shtuar të punonjësve të policisë, ashtu edhe segmenti kryesor i cili të afron drejt hyrjes kryesore të kuvendit është i rrethuar nga punonjës të sigurisë me kordon i vendosur që prej orëve të para të ditës së sotme. Megjithatë, pavarësisht se policia mbeti në gatishmëri si pjesë e planit të masave të marra për menaxhimin e protestës së thirrur gjatë ditës së sotme paradite, qytetarët nuk janë grumbulluar në këtë moment që ne po raportojmë përballë kuvendit apo në pranë kordoneve të vendosura nga ana e policisë. Një pjesë e tyre mbeten ende të grumbulluar përballë komisariatit numër 1, aty ku presin të lirohen edhe 3 nga 5 protestuesit të cilët u shoqëruan gjatë orëve të paradites dhe më pas nuk dihet nëse ata do të vinë këtu përballë kuvendit apo do të ketë protest në orën, do të mblidhen për të protestuar ashtu sikurse janë mbledhur çdo ditë në përballë kryeministrisë në orën 7. Megjithatë, policia mbetet e angazhuar deri në përfundim të kësaj seance plenare për të evituar përplasjet të cilat kanë ndodhur në seancat e tjera mes protestuesve të cilët kanë goditur me vezë deputetët e kuvendit. Mirë, atëherë, Bleona, të falenderoj për gjitha këto informacione që na përcollet drejt për drejt. Gjykata e Tiranës ka liruar nga qelia 2 anëtarët e arrestuar pas protestës së mbajtur më 23 korrik përballë kuvendit. Orio Peçi dhe Artemisa Islamaj do të hetohen në masën e sigurisë ndalim për të dalë jashtë vendit pa lejen e gjykatës. Ata janë në hetim për 5 akuza, mes të cilëve goditje të punonjësit të policisë dhe pengim të qarkullimit. Shqipëria do të ketë shumë shpejt 3 avion që përdoren për fikjen e zjarreve. Kryeministri Edi Rama tha se për të motivuar zjarrfikësit në luftën kundër flagëve, qeveria do t'u akordojë atyre edhe një pagesë shtesë. Pa pyetur për orarin, për temperaturën. 3 avion për shuarjen e zjarreve do të shtohen kapaciteteve të emergjencave civile deri në fund të këtij viti. Gjatë një takimi me zjarrfikësit dhe strukturat e angazhuara në përballimin e flagëve në bazën ajrore të Farkës, kryeministri Edi Rama bëri të ditur se Shqipëria do t'i ketë në pronësi këta avion, ndërsa në rast të emergjencash të mëdha do të ketë në dispozicion edhe mjete ajrore shtesë. Kemi mbyllur procedurën për 3 avion, të cilët do të vinë në fund vitit, por në ndërkohë dhe do t'jenë provën e shtetit shqiptar, por në ndërkohë kemi një proces të dakorsuar që në momentin e një nevoje të veçantë kemi në dispozicion edhe avion që vinë nga pikërisht ajo bazë ku po përgatiten dhe do të bëhen gati avionet e rinj. Kreu i qeverisë njoftoi gjithashtu se të gjitha efektivet e angazhuar në operacionet për shuarjen e zjarreve do të përfitojnë menjëherë një pagë shtesë, duke u bërë thirrje edhe bashkive të ndjekin të njëjtin shembull për zjarrfikësit në varësi të tyre. Unë kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin
Ministrisë Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra, dhe në ndërkohë ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithë gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë, pa pritur që të mbarojë gjithë beteja, sepse ajo pastaj është një pjesë tjetër. Duke u referuar situatës dramatike në Francë dhe Spanjë, ku zjarret kanë detyruar evakuimin e qindra mijëra banorëve, Rama theksoi se Shqipëria duhet të jetë e përgatitur për të përballur me fenomene të ngjashme. Ajo që po ndodh këto ditë në Francë dhe në Spanjë nuk është diçka që na bën të pyesim po a mund të ndodh edhe tek ne, por vetëm të pyesim sa të përgatitur jemi kur të ndodh. Në të gjithë vendin deri në 24 korrik janë evidentuar 22 vatra zjarri. Shefi i policisë Roskovecit, Mariglen Korovesha, i ka rrëfyer negociatat disa orëshe për të bindur Refit Buzin për të liruar ish të fejuarën që e mori peng. Sipas tij, Buzi i kërkoi të ishte i vetëm dhe i paarmatosur. Detajet e reja janë zbardhur nga negociata dramatike që çuan në lirimin e 24 vjeçares Rosalinda Plaka, e cila u mor peng nga ish i fijuar i saj, Refit Buzi, pas ngjarjes tragjike në Vidisht të Roskovecit. Shefi i stacionit policor të Roskovecit, Mariglen Korovesha, e rrëfen se negociatat me autorin zgjatën për disa orë dhe se ishte vetë Refit Buzi, ai që kërkoi praninë e tij pranë automjetit ku mbante peng të ren. Sipas Koroveshait, autori vendosi si kush që polici të afrohej vetëm dhe pa armë, kërkesë që u pranua me qëllim shmangjen e përshkallëzimit të situatës dhe shpëtimin e jetës së pengut. Autori është bindur dhe ka kërkuar që unë personalisht të afrohem në vendin ku ai ndodhej së bashku me pengun. Ka kërkuar që të afrohem i paarmatosur dhe i vetëm. Ne kam zbatuar kërkesën e tij, si në ato momente duhet të bënim pothuajse çdo gjë që ai mos ta acarojë apo mos ta agravojë më tepër. Pasi qëllimi jonë ishte shpëtimi i pengut dhe shpëtimi i jetës edhe të autorit. Operacioni monitorohej në çdo moment nga forcat speciale Renea. Distanca më afër që unë jam afruar ka qenë rreth 2 metër dhe në moment që jam afruar atë distancë, më ka thënë mos bëj asnjë lëvizje më të afrohesh pasi do vras veten. Më pas jam tërhequr, kam vazhduar negociatat me autorin derisa është bërë mundur që autori të lironte pengun që kishte marrë. Atje çdo sekondë ishte vendimtare. Pas lirimit, Rosalinda Plaka ndodhej në gjendje të rënduar psikologjike dhe me dëmtime fizike të shkaktuara gjatë rrëmbimit me forcë nga ish i fejuari. Sipas shefit të policisë, Reja nuk ishte në gjendje të ecte, ndaj ai e mori në krah për ta larguar menjëherë nga zona e rrezikut. Më pas, Korovesha u rikthye sërish pranë autorit për të vijuar negociatat me synimin që ai të dorëzonte armën dhe situata të mbyllej pa viktima të tjera. Shefi i stacionit policor të Roskovecit e cilësoi këtë si momentin më të vështirë të karrierës së tij 12 vjeçare në policinë e shtetit. Ngjarja e rëndë ndodhi me 24 korrik në Vidisht të Roskovecit. Buzi hyri me forcë në shtëpinë e ish të fejuarës duke vrarë me armë gjau dy prindrit e saj, Kosta Plaka dhe Belere Plaka. Ai mori peng Rosalindën dhe pas disa orësh negociata me policinë e liroi ish të fejuarën ndërsa refuzoi të dorëzojë duke i dhënë fund jetës me armë brenda makinës. Mesatarisht, 6 persona plagosen ose humbin jetën në rrugët e Shqipërisë, teksa numri i aksidenteve në 6 muajt e parë të vitit është rritur me afro 7%. Kreu i emergjencës thekson se shkaqet kryesore lidhen me rritjen e fluksit të lëvizjeve, përdorimit të alkoolit dhe substancave narkotike. Çdo ditë në rrugët e Shqipërisë afro 6 persona plagosen ose humbin jetën në aksidente rrugore. Të dhënat e Instat tregojnë se ngjarjet rrugore me pasojë jetën janë rritur me 6.8% gjatë periudhës janar-qershor 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Tirana mban numrin më të lartë si gjatë qershorit, ashtu edhe në 6 muajt e parë të këtij viti. Kjo rritje është reflektuar edhe në urgjencën kombëtare. Sipas kreut të saj Skënder Brataj, qershori ka sjellë një rritje më të lartë të ngjarjeve rrugore edhe për shkak të fluksit të lëvizjes nga turistët dhe shqiptarët e kthyer natëve. Shqetësuese ka qenë rritja e numrit të aksidenteve dhe me sa kemi parë ka pas dhe aksidente me pasoja me humbje jete kohët e fundit. Janë 2249 të vitit 2025, ndërsa 2255 të vitit 2026. Kjo të bën të mendosh veç
këtyre me pasoja edhe numrin e personave që dëmtohen. Nuk ke një person në makinë, ke 2 minimumi dhe 5 maksimumi. Kjo ka të bëjë me ardhjen e sezonit turistik. Përdorimi i alkoolit, por edhe substancave shihet si një tjetër faktor shqetësues për ngjarjet rrugore. Ka të bëjë me ardhjen e të huajve, me makinat e reja që hyn, fillojnë festat, fillojnë lokalet e natës, fillojnë përdorimi i alkoolit, fillon përdorimi i substancave, nëse shkojmë në festë le të kthehemi me taksi. Sipas Instat, afro 94% e aksidenteve rrugore kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve. Grup mosha 35-44 vjeç paraqet numrin më të lartë të aksidenteve, duke përbërë 28% të numrit total të tyre. E Marta shënon edhe ditën me numrin më të lartë të ngjarjeve rrugore, në harkun kohor 19 me 24 të mbrëmjes. Albulena Haxhiu do të jetë sërish kandidatja e vetëvendosjes për postin e kryetares së Parlamentit të Kosovës. Këtë e konfirmoi Glau Konjuca, i cili një herësh ka përjashtuar mundësinë se do të jetë sërish një kandidat nga kjo parti për postin për president. Albulena Haxhiu do të jetë emri si kandidate për kryetare të Kuvendit të Kosovës, kështu së paku ka thënë ministri i jashtëm në detyrë Glau Konjuca. Në mbledhjen e ardhshme të kryesisë unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetarin e Kuvendit e tashmë e kemi vendosur, ajo është zonja Haxhiu dhe ky më mërmenja që do të jetë po ashtu propozimi i njëjtë. Ai ka thënë se nuk e ka për synim të kandidojë për president, ndërsa ka shprehur optimizmin e tij për bisedimet e kësaj partie me Lidhjen Demokratike të Kosovës për konstituimin e institucioneve. Ka një gatishmëri më të lartë për bashkëpunim nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e unë mendoj që opsionet që dalin në tavolinë për arritjen e një marrëveshjeve jam në përpjesëtim me vullnetin. Sipas tij, tani mbetet të shihet zhvillimi i situatës brenda LDK-s, duke theksuar se kjo parti ka autonominë e plot për vendimet e saj. LDK-ja aktualisht i ka të pezulluara bisedimet me vetëvendosjen pas dorësimit të nënshkrimeve të më shumë se 150 delegatëve të kësaj partie për një kuvend të jashtëzakonshëm për shkarkimin e kreut të partisë. Lumira Avdigjiku. Jetemi në Kosovë, ku është paditur një profil që dyshohet se është falës në rrjetet sociale me emrin Lule Gjeli, që po shihet si kërcënim për politikanët dhe gazetarët pasi sulmon kundërshtarët e lëvizjes vetëvendosje. Ishte cak i sulmeve të një pasnjëshme nga një profil që dyshohet të mos jetë emër i vërtet, por pseudonim. Deputetja e zgjedhur e PDK-s Blerta Deliu Kodra ka denoncuar në prokurorinë speciale profilin Lule Gjeli. Hetohet në detaje ky profil në rrjetet sociale, të hetohet veprimtaria e tij dhe natyrisht edhe kam kërkuar nga institucionet e drejtësisë që të trajtojnë çdo profil i cili merret me linçim, nxit urrëtie. Ajo ka kërkuar nga prokuroria që ky profil të hetohet në detaje, duke theksuar se vitet e fundit në Kosovë është përhapur në masë të madhe gjuha e urrëties. Kemi parë një përhapje të skajshme të gjuhës së urrëties, të linçit publik, ndërkohë që ka pas edhe cenim të sigurisë së qytetarëve të Kosovës. Ky profil që dyshohet të jetë i rrejshëm është kthyer në një nga çështjet më të diskutuara së fundi, për shkak se përmes kësaj llogarie ka pasur sulme të vazhdueshme në drejtim të kundërshtarëve të vetëvendosjes. Cak i sulmeve ishin edhe përparim Rama, Vjosa Osmani, e madje ish kryeministri Abdullah Hoti ishte shpallur i vdekur. Janë shënjestruar gjithashtu edhe gazetarët. Ishte gazetari Berat Buzhala, i cili ka publikuar një fotografi të një personi që, sipas tij, përdor emrin e rrejshëm të Lule Gjeli, ndërsa pretendon se pas këtij identiteti qëndron Gent Prokshi. Gazetari deklaroi se kishte denoncuar rastin në Policinë e Kosovës dhe në Prokurorinë Speciale, duke thënë se kishte dorëzuar informacionet që dispononte. Shtetet e Bashkuara dhe Irani po dialogojnë sërish pas ndalimit të sulmeve mes njëri tjetrit në fundjavë, një situatë që është reflektuar menjëherë tek çmimi i naftës. Ndalimi i sulmeve të ndërsjellta mes amerikanëve dhe iranianëve për t'i dhënë një tjetër mundësi dialogut solli qetësimin e situatës në Iran dhe ngushtisjen e Hormuzit. Në ndërmjetësimin e Omanit, palët konfirmuan nisjen e diskutimeve për një mekanizëm të ri për të garantuar lundrimin e sigurt në ngushtisjen e Hormuzit. Ky pezullim solli menjëherë një reagim pozitiv në bursat ndërkombëtare ku çmimi i naftës bruto ra me 5%, duke zbritur në $90 për fuqi. Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Esmail Baghai ironizoi Washingtonin duke deklaruar se SBA kthehet në tyrezën e bisedimeve vetëm kur përballet me rritjen e çmimit të energjisë. Një vatër e re përplasje
qasje diplomatike ushtarake shtapur në detin Kaspik. Teherani zyrtar dënoi ashpër Ukrainën për sulmin ndaj një anije tregtare iraniane ku mbeti vrarë një detar duke cilësuar atë si një akt të rrezikshëm agresioni që synon zgjerimin e frontit luftës. Në krahun tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski arsyetoi goditjen me faktin se anija transportonte ngarkesa ushtarake për ushtrinë ruse, ndërsa akuzoi Moskën se po i kalon Iranit pamje satelitore për të drejtuar sulmet në rajon. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbërrin këtë të hënë në Washington për të diskutuar të martën me presidentin amerikan Donald Trump zhvillimet në rajon. Izraeli ka kërcënuar se nëse goditet nga Irani do të kundërpërgjigjet ashpër. Zjarret masive në Francë dhe Spanjë vijojnë të jenë jashtë kontrollit, flakët po i afrohen me shpejtësi Bordeaux në Francë. Zjarret shkatërruese po kërcënojnë drejt për drejt qytetin e Bordeaux në Francë duke afruar në vetëm 15 kilometra larg tij. Në një shenjë të qartë se situata mbetet kritike, qeveria ka angazhuar ushtrinë dhe avionët ushtarak, ndërsa presidenti Emmanuel Macron zhvilloi një mbledhje urgjente krize për të koordinuar reagimin. Me mbi 115.000 hektar të djegur dhe rreth 250.000 banorë të evakuuar deri tani, autoritetet kanë ndalur të gjitha aktivitetet e kampeve pushuese në rajonin e Gironës. Ministri i Financave paralajmëroi gjithashtu se kjo katastrofë natyrore i ka dhënë një goditje të rëndë ekonomisë rajonale, ndërsa zjarfikësit thonë se mund nevojiten javë ose muaj për të vënë flakët nën kontroll të plot. Ushtria është angazhuar edhe në Spanjë, ku zjarret masive rreth Madridit dhe rajonit të Avijës po përballen me 2 ditë vendimtare përpara përkeqësimit të motit. Mbi 75.000 njerëz janë evakuuar nga zonat e banuara pranë zjarreve që konsiderohen si më të rëndat e dekadave të fundit. Alarm nga zjarret edhe në jug të Italisë, ku flakat që u afruan hoteleve në Gargano detyruan evakuimin e qindra turistëve me anije, si dhe ndërprerjen e lidhjeve kryesore rrugore dhe kurrëdore përgjatë Adriatikut. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë Piro Papshi.